sikur edhe më shumë po praktikohet, ndoshta ndër vitet ti mund të na tregosh më mirë, kanë qëndruar të moshuarit edhe pa disa dhëmb, derisa kur s'kan mujt më. Po tash janë vedisu edhe kur janë të ri, i rinë gati shumë a shumë dhëmbëve. Sa rekomandohen implantet dentare? Implantet dentare do të thënë janë elemente të cilat përdoren për zëvendësimin e dhëmbit të humbur. Po. Ne gjithmonë luftojmë që t'i mbajmë dhëmbët e përhershëm, do të thënë në gojë, që mos të largohen, mirë po dhëmbë për shkaqe të ndryshme, infeksione, trauma të ndryshme, ndonjëherë dhëmbët duhet të largohen me shumë arsye të ndryshme, largohen dhëmbët dhe ato dhëmbë të humbura gjithmonë duhet të zavendësohen. Do të thënë përpara janë punuar urat, kur nuk ka pas implante dentare, do të thënë është nëse ka munguar një dhëmbë, janë dekortiku të dy dhëmbët dhe është punu një urë, do të thënë të dy dhëmbët janë dekortiku